E morët vesh që ka thënë Rama? Po i ka unë ka thënë, kush do e përfaqësoj Shqipërinë Bashkimin Evropian. Po. Se kishim menduar në fakt. Kështu tha me vërtet? Po pensionet kush do i pago pensionet? Po çertet kush do e hapi, hë? Po spitalet. Spitalet. Si t'ja bëjmë? Zdame spitalet. Policia, ekonomia. Si t'ja bëjmë? S'do punoj njëri, domethënë. Po aeroporti. S'punoj njëri më. Po aeroportis. Do mbyllet. Mbyllet. Po e Rama mbyllet, është e sigurt. Turizmi, i këtë turistët. Zgjen me njëri. Po të marrë vesh Rama nuk është më. Kur Zgjen njëri këtu s'kemi njëri. Pu. Edhe këtë e tha. Kësh shmenduri. E tha dhe këtë. Dhe kryeministri thotë si t'ja bëni ju pa mua, ja i ka unë. Po ja larg qoftë, e thret ai. Ç'do ndodh pas? Si t'ja bëj ky vend, si t'ja bëj ky popull. Duhet ikim Pa e di Rama, si t'ja bëj se kanë Ramajti 12 vjet në pushtet në qeveri dhe nja 12 tjera në bashki, kështu që ka të drejtë ai. Ka të drejtë thotë. Si nuk e mësuar më. Jo, domethënë karikja i duket pronë atje, është e vetja. Po ai, ose na mori lumi. Shqiptarët i mori lumi, nuk kush do i risi fëmijët e shqiptarëve. Si t'ja bëjmë? Si t'ja bëjmë? Kështu që kjo vlen për protestuesit. Para se të kërkoni largimin e Edi Ramës, mendojeni mirë. Se po i Rama pastaj do ta kërkoni dhe ai nuk vjen. Ta dim.